Arestohet në Oslo djali princeshës Mette-Marit përballet me gjyqin për akuza të rënda. Vetëm pak ditë para se të dilte para drejtësisë për akuza të rënda për përdhunim, policia e Oslos arrestoi të dielën Marius Borg Høiby, djalin e adoptuar të princit të kurorës së Norvegjisë. Ai akuzohet për sulm ndaj një gruaje, kërcënime me thikë, si dhe për shkelje të një urdhri kufizues, duke e përfshirë sërish në një tjetër incident penal serioz. Departamenti i Policisë së Oslos konfirmoi arrestimin përmes një deklarate zyrtare të hënën, duke bërë të ditur se 29 vjeçari u ndalua të dielën në mbrëmje. Sipas autoriteteve, incidenti i fundit ka ndodhur vetëm 2 ditë para nisjes së gjyqit të tij për akuza të shumta për përdhunim, çka ka rënduar edhe më tej pozitën e tij ligjore. Ai pritet të paraqitet këtë të martë në gjykatën e qarkut të Oslos, ku përballet me 38 akuza penale, përfshirë 4 akuza për përdhunim, sulme fizike dhe kërcënime ndaj disa ish partnerëve të tij. Prokuroria ka kërkuar paraburgim 4 javor, duke argumentuar se ekziston rrezik real për përsëritje të veprave penale dhe cënim të viktimave. Sipas burimeve gjyqësore, i pandehuri ka pranuar disa akuza më të lehta, por ka mohuar kategorikisht akuzat më të rënda, veçanërisht ato që lidhen me dhunë seksuale. Ndërkohë, disa nga ish-partnerët e tij kanë ngritur padi civile, ndërsa një vendim gjykate i ndalon atij çdo form kontakti me to. Në rast se shpallet fajtor, Marius Borg Høiby rrezikon deri në 16 vite burg sipas legjislacionit norvegjez. Procesi gjyqësor pritet të zgjasë deri në mesin e muajit mars dhe ka tërhequr vëmendje të madhe të opinionit publik dhe mediave në Norvegji, për shkak të natyrës së rëndë të akuzave dhe lidhjeve të tij me familjen mbretërore. Çështja po zhvillohet në një klimë veçanërisht të ndjeshme për familjen mbretërore norvegjeze, pasi së fundmi dokumenta të deklasifikuara nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë zbuluar se nëna e tij, princesha e kurorës Mette-Marit, ka pasur kontakte të shumta me shkelsin e dënuar seksual Jeffrey Epstein gjatë periudhës 2011-2014, edhe pse këto zbulime nuk lidhen drejt për drejt me çështjen penale të Høibyt. Ato kanë shtuar presionin dhe vëmendjen publike ndaj familjes mbretërore.